Ky është Besim Bytyqi, super talenti Prizrenas në basketbol dhe padyshim është një nga emrat më premtues të basketbollit kosovar. Me basketbollin është të lidhur që nga fëmijëria, ndërsa njohuritë e para dhe bazat e lojës i ka fituar në udhëheqjen e trajnerit Edon Godeni, i cili ka pasur rol të rëndësishëm në formimin e tij sportiv. Bytyqi luan në pozitat 1 dhe 2, duke u dalluar për inteligjencën në lojë, angazhimin maksimal dhe përkushtimin e madh në çdo paraqitje. Pikërisht këto cilësi kanë bërë që ai të jetë pjesë edhe grup moshave të reja të kombëtarës së Kosovës, duke konfirmuar potencialin e tij si talent i së ardhmes dhe ndonë se vetëm 17 vjeç Besimi ka arritur të luajë për ekipin e parë të bashkimit, ndërsa është pajisur edhe me licencë dyfisht për klubin e basketbollit Proton Cable Prizreni, që ka dëshmon besimin që klubet kanë në aftësitë e tij. Besim Bytyqi padyshim është njëri prej talenteve të sportit prizrenas dhe jo vetëm. Është basketbollist, merret me basketboll. Talenti i tij është i veçantë, i jashtëzakonshëm, ka 18 vjet, por për të mësuar më shumë do të zhvillojmë një intervistë me Besim Bytyqin. Besim, e thash që je një prej talenteve të basketbollit prizrenas. Na fol pak për karrierën tënde. Kur ke filluar të merresh me basketboll dhe cila ishte ideja? Hopat e para I kam marrë te trajneri Edon Godeni, si 10 vjeçar ja kam fillu. Edhe deri tash jam edhe inkuadruar me senior, me KB Bashkimin në Prizren. Fillove me Edonin, si shkoi punës? Ka një eksperiencë e mirë, se më kanë pritur shumë mirë, si I ri normal. Dhe sa kam marrë atë hovin, me thonë mirë po gjatë, e kam pas vullnetin shumë të madh. Edhe për atë ndoshta më ka ndihmu, dhe me thonë sot këtu ku jam, mirë po duna me vazhdu alon normal. Ushtrimi është marrë me futboll, ti me basketboll, pse vendose për basketboll? O kanë edhe faktori I madh babi, të di që edhe ai ka lu basket. Edhe çështë të nik hopat edhe tina, me thonë, të shku mas babit të këshyr lojna, se ne edhe kështu kam që më ka qef. Dhe sa kohë ushtrove me trajnerin Edon? Ka 7-8 vjet gati, 7-8 vite të mira, edhe më shumë nështë. Cilat ishin elementet e para që mësove me trajnerin? Normal, driblimi, pasimet normal, udhëheqja me top, çdo sanet bazike. Pas Edonit ku shkove? Pas Edonit normal, jam këtu në bashkim për momentin, ambient profesional, kuptohet. Ki trajnera si me eksperiencë të mëdha që janë, lojtar me eksperiencë shumë të mëdha, që muj me mësu edhe për tyne normal. Për mua është një eksperiencë e mirë shumë. Në bashkim kalove shumë herët, tash je në moshën 18 vjeçare, 17 ende pa I bë 18 vjet. Në Super League, në një konkurrencë shumë të fortë me lojtarë shumë cilësor, ndërsa hapësira pak e vogël. Si e pe veten aty në stërvitje dhe në lojë? Është mirë për mua sadopak, edhe pse nuk kam për shembull minutazh mirë, po është mirë që muj me mësu, edhe vetë duke se vetë duke nejt në ambient profesional, thjesht bëhesh edhe profesional, a kupton? Domethënë për mua është vetëm një plus, më shumë për me krahasu pe gjeneratës tem, se dikush nuk mundet edhe më kanë për shembull, këtu jam tepër falënderues që jam, normal. Për mua është shumë një plus I madh. Tash ke licencën e dyfisht edhe në klubin e basketbollit Bashkimi edhe në klubin Proton Cable Prizreni. Sigurisht që basketbollist nuk mund të bëhet askush pa lojra, këtu do të kesh hapësirën më shumë apo jo? Po, kam mundu me dhënë maksimumin normal. Mi ndihmu ekipit për me fitu normal çdo trofe të mundshëm, edhe veç me vazhdu para për mua, për me fitu sa më shumë eksperiencë. Besim, cilën pozitë luan zakonisht dhe cilat pozita më merr dëshirë do t'i kishte? Nesh edhe dysh normalisht. Pozitën e playmakerit dhe pozitën e shooterit. Aktualisht luan për ekipin e Proton Cable Prizreni tash, normalisht në bashkim. Dëshira jote për cilin klub krahas bashkimit edhe Proton Cable Prizreni? Normal kuptohet në ligat më të forta evropiane si Euroliga këto. Në aspektin e stilit të lojës, ai pëlqen dhe frymëzohet nga lojtarët si Shaptaoviqi dhe superylli botror LeBron James, ndërsa ëndra e tij e madhe është të zhvillojë karrierën në Evropë dhe të arrijë nivelet më të larta të basketbollit ndërkombëtar. Ka pëlqyer Samir Shaptao, Dardan Berisha kuptohet. Tjetër për lojtar të tjerë që I kam si me LeBronin pëlqen, LeBron James, Michael Jordani, Kobe Bryant, çfarë. Nuk e pasur parasysh talentin ti e ke luajtur edhe për ekipet e grup moshave të përfaqësuesve të Kosovës?
Normal, me lutë për Kosovën është një privilegj shumë i madh, se do e di që çfarë peshë ka fanilla, jo mundu gjithë me dhënë maksimumin tem, edhe shpresoj që në të ardhurën me lutë në Kosovën. Ke pasur trajner profesionist në klubin e basketbollit Bashkimi, por edhe Arnori është një trajner që tashmë i dëshmuar me përvojën e tij, jo vetëm si gjyqtar, por si trajner profesionist. Do ta kesh mbështetjen e tij, a mendon që do të përfitosh nga ky trajner? Mendoj që edhe këtu me Pontën, po mendoj që kam marrë shumë eksperiencë mirë, edhe me trajnerin Arnor është trajner shumë i mirë, besoj që kam marrë shumë eksperiencë. Cilat janë synimet për të ardhmen, synimet tua personale, notarisht për të vazhduar basketboll, po diçka konkrete? Normal, kom qef mas disa viteve më konë edhe lojtar me minutazh alamat madhe, edhe veç me dëshmu vetën sa më shumë. Dhe në fund, cila është porosia besimit për vete, për të tjerët, për sportin? Veç me punë, arrit të zësen edhe që ato edhe kam e vazhdu me bo, dhe i sot, edhe kam e vazhdu alo. Për cilësitë dhe aftësitë e këtij basketbollisti flet me ëndje edhe trajneri profesional i basketbollit Arnor Rifati. Me thënë drejtën, besimin unë një që është nga fëmijë, pasi me të atin e tij, Labinotin, Xhaxhajin e tij, futbollistin e Lirisë, Kushtrim Bytyqin, jemi shok e miq, jemi rrit bashkë në një lagje, edhe them drejtën, si kultivues i parë i basketbollit në atë lagje kom qenë unë, pasi që pjesa dërmuese janë marrë zhver me futboll, dhe besimi vinte pas të atit të na shikoj që luanin basket te bunkeri aty, edhe mendoj që besimi ka ecë me një fazë shumë të mirë, duke u falendëruar trajnerëve vetë që të kanë suportu, edhe klubin Bashkimi, ka pas paraqitje shumë të mira edhe me përfaqësuesen e Kosovës, do të thotë me U18 në vitin e kaluar, që ka qenë një periudarë më të mirë në kampionat, përkundër Kosova s'ka pas në rezultat të mirë. Kështu që unë shoh që besimi ka me një entuziazëm shumë të madhe, pasi në klubin Bashkimi nuk po ka shumë hapësirë, pasi është akoma 17 vjeçar, kështu që na do ta suportojmë, do ta shtyjmë, po prapë do të jetë në çdo gjë në dorën e tij. Rekomandimi si trajner dhe si punëtor sportiv është ai të ecë për tokë, që të ketë kujdes, do të thotë, pasi që armja është e sigurt, e ndritur, por nëse vazhdon të punoj, pasi që talentin mund ta kesh, por pa punë nuk bëhet asgjë. Ne jemi optimist, do të besojmë që besimin dhe të tjerë do të punojmë për shumë lojtar prizrenas, ti qojmë në majë më të larta të basketbollit Kosovës. Edhe besimi se kurse shumë sportistë të tjerë prizrenas ka ëndra të tij, dhe ëndra e tij e madhe është të zhvillojë karrierën në Evropë dhe të arrijë nivelet më të larta të basketbollit ndërkombëtar, për çka ne i dëshirojmë shumë suksese.